Amarildo Meta, ndërsa Hysen Meta dhe Hygerta Meta kanë munguar. Ndërkohë, si pas informacioneve që vinë redaksinë e Syri Televizion, si pas dënimit seanca e gjyqësore ka përfunduar dhe gjyqtari ka vendosur të dënojë me burg të përjetshëm Hysen Metën, ndërsa 8 vite burg do të shkojnë për Hygerta Metën, teksa Amarildo Meta 5 vite burg, Blerina Meta, nëna e tyre 3 vite burg. Këto është një ngjarje e cila tronditi qytetin, ndërkohë që të qytetin e Durrësit, ku fëmijët pra kishin vrarë dhe groposur babain e tyre. Fillimisht është zbuluar kjo ngjarje, teksa kanë shkuar dhe kanë denoncuar fëmijët e tij mungesën e babait, por më pas gjithë hetimi policor solli pranë në këtë zbulim që babai ishte vrarë nga fëmijët e tij, ndërkohë që në djenin e gjithve ishte varosur pikërisht në oborrin e shtëpisë. Si pas hetimeve të policisë, mësohet se ka patur edhe informacione nëna e tyre, ndonë se kjo fundit ka pranuar se nuk ka patur djeni, por gjithçka si pas edhe trupës gjyqësore, pra ka cilat që të gjithë kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, ku është në këto momente Hysen Meta, i cili është dënuar me burg të përjetshëm, Hygerta Meta me 8 vite, Amarildo Meta 5 vite, ndërsa nëna e tyre, Blerina Meta, me 3 vite për këtë ngjarje. Kaq se randemi në pritje edhe të daljes avokatit, i cili do të ketë një komunikim për mediat, teksa do të presim vetëm pak çaste sapo të jetë gati, ndërkohë që është kjo pra ngjarja dhe tashmë seanca gjyqësore e mbyllur për shqyrtimin e kësaj vrasje nga familjarët. E ndjekim avokatën është në këtë momenta. Vrasjen, ne kemi kërkuar dhe ndryshimin e kualifikimit ligjor, duke u dënuar për një tjetër vepër penale, që është ajo e tronditjes psiqike, pasi ai vërtet ka qenë tronditur në momentin që e ka kryer. I ka drejtuar gjykatës një letër ku i kërkon ndjesë dhe mos prezenca e tij ka qenë vetëm për shkak se ka vrarë babain dhe nuk mund të përballet me një situatë vështirë. Po thonin që motivi ka qenë në grindje e sipër, po dhuna e vazhdueshme. Dhuna e vazhdueshme dhe ka gjeneruar në një debat që nuk ka qenë i paramenduar, po ka qenë aty për aty. Ishte kjo deklarata e shkurtër e avokatës, kanë vrarë për shkaqe sepse ishte i dhunshëm, u shpreh ajo. Kam në këtë moment Albana Aliajn. Po, e qartë. Tjetër. Edhe pak. Vendimin e gjykatës përgjithsisht të drejtë sa i përket të pandehurës Hygerta Meta, konkretisht me atë që ishte qëndrimi ynë gjatë gjithë hetimit dhe gjykimit, pra fakti që kundërshtuam bashkëpunimin në kryen e veprës penale 79C, për pjesën tjetër është një vendim që lidhe me halmëtejme, ato që kanë me ankimimin, lidhe me masën e dënimit, konkretisht për pandehurën e Hygerta Meta, por edhe për Blerina Metën, të cilën ne shmojmë që nuk ka kushte dhe rrethana që të marrë një dënim të tillë me burgim apo të përcaktohet domosdoshmërisht fajtore. Faleminderit. Ishte avokati i njërit prej fëmijëve të Pëllumb Metës. Pëllumb Meta, kujtojmë se është i ndjeri i cili është babai në fakt i fëmijëve, i cili u vra në Shënavlash të Durrësit. E kam Albana Aliajn në këto momente. Albana, cilat janë detajet, me sa duket pra janë të gjithë të dënuar dhe sipas gjykatës kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në vrasjen e babait tyre. Ngjarja e ndodhur 2 vite më parë në Shënavlash të Durrësit, ku 3 fëmijë vranë babain e tyre më pas e gruposen pikërisht në kasollën e bagtive, ka përfunduar seanca gjyqësore për të 3 të arrestuarit, pikërisht Hysen Metën, Hygerta Metën dhe Amarildo Metën, por dhe nëna e tyre, cila për moskallëzim krimi dhe përfshirje në krim, Blerina Meta. Gjykata e Durrësit ka marrë vendimin për Hygerta Metën 8 vite burg, Amarildo Metën
5 vite burg dhe Blerina Metën për mos kallëzim krimi 3 vite burg. Ndërsa për Hysen Met, i cili ka vrarë babain e tij, gjykata e Durrësit ka marrë vendimin burg të përjetshëm. E kuptoj. Ndërkohë, cilat kanë qenë pretendimet e avokatëve, Albana? Avokatët në fakt kërkuan të nifet pikërisht paraburgimi për Amarildo Meton dhe Hygerta Metën 24 muaj që janë në paraburgim të Durrësit në lidhje për vrasjen e babait të tyre, Pëllum Metën. Në sallën e gjyqit të pranishëm ishte vetëm djali i tretë Amarildo Meta, ndërsa Hygerta Meto dhe pikërisht